Të të njerë për pushk, 10 vetjen rreth për një pushk në kohën e Rankovićit. Veç anër këna mujt një po aponga thjeshta ose do aponga që i marrëshin për lkure. Të trit mundet me ndiku edhe qeveria shumë. Po nuk është të një ka të rrugë qeveria. Baca mund me na kallëzu në fillim për fëminin tonë. Çfarë jetë u kon në atë kohë dhe sa ka dallim ajo fëminia jote për fëminisë tashme? Po, atë njeriu është atill që vitet e rinis po i mojken men sa kon i ri që shka kalu, sa ka kalu e krejt. Për këtë pyetjen tonë, rinia atëherë ka qenë për nashta na tonë atëherë të lumtun, por kur e krahasojmë rininë e sodit me të atëhershit, është si nata me ditë, në gjitha aspektet. Me thonë përveç asaj shëndetësore, atëherë na për shembull, unë kam jetu në fshat, jem konë kushtet e ushqimit tash mos jem konë shumë të mira, nuk kanë hangër bio diçka, po mendoj artificiale diçka, po kanë hangër natyrës që kanë pas, si pemë, si perimet, si ushqimet, po mendoj gastronominë këtu që kanë pas. Atëherë janë konë ma të shëndosha, edhe na vetë atëherë na konë diçka ma të shnetshme, na konë ma të zhvillume, na konë. Në atë kohë, për shembull, unë e moj në men radio e parë kur ka ardhur në fshat, edhe ka boje hënë të madhe, filani ka radio, edhe u konë me bateria, ata që ishin pak si matë maqëm 50-60 vjeçar, bëjshin çuditshëm, thoshin se është e mujtme për shembull thoshin që radia me punu pa tela. Pa tela, domethënë atë që nuk u konë populli ashtë rinia apo ashtë maqmit, nuk e konë të informuar për teknikën, për të ardhmen, për e kështu me radhë, po mirë, atëherë, domethënë që masanin rinia atëherë unë për me kry klasën e 6, 7, 8, u dash me udhtue 5 kilometra. A udhtojsh jashtë? Udhtojsh, kam. Edhe ata në përpyje, rrugë me balk, me shi, dërsa edhe me frigë, që bëj shumë tubë, në dhëncat e fshatit. Ma shumë rrugën, kush është pak si ma i fort, ne qeke burë kur është. E interesant është edhe kjo, për shembull, shkoj shumë një orë, bëj shumë e diçka dhe shkoj shumë ma shumë sen, ka ndodhë, shumë herë ka ndodhë, e në kësi të shpia pa hangër, pa pikur dhe pa. Vujtje këna pasë, për shembull, veshë e mathë, më këna pasë atëherë se për tash. Është shku atëherë ka qenë ato ponat e elastiku që i këna qytë. Përqiz me krusë mos të flasim, unë edhe gati dhe shkollën e mesme kam kry pak fuca. Që kem tash, atë veç me aso apona është klasike. Pirutit që më kanë të meri, kanë tona kështë më radhë. Jeta atëherë ka qenë me shtirë përveç asaj që thash, në fshati këna pas thuja tana tona, të fillu prej ushqimit, pemet, perime, këtjera sene na kanë mungu shumë, për shembull, shumë na kanë mungu. Tregova radio, mos flasëm për televizor, nuk kena pas rrymë atëherë, nuk kena pas. Por masanina na kanë 10-12 antarë familjes, veç baba ka punu. Veç baba na ka mojt me tesha, me... A moj kemi ja dalë për shembull dhe është një punëtor të një shtëpi? Po, tash me tregu drejtën atë dalke baba. Dalke, se më thoni vetë një konë lagje që ka punua. E tash
qa keshëm me blena, qa këtu për shembull bilmete, këtu dronje, këtu i keshëm tonat. Po na si fëmijë atëherë edhe si nërë shumë pak, ka bëj shumë farë që ishëm 7-8 na konë të shotit tem që u të ishëm për skenerajnë atë kohë, servicit e ishëm. Edhe dimnat të nërë një konë shumë të vështirë, një konë roket burë e parë për shembull në tetor, edhe deri në prill, burë, ma nuk është krike. Vujtjet tona janë konë, vallai, këzat ma, se nuk keshëm vesh adekvate, nuk keshëm mathe adekvate, nuk keshëm, si thash më para, tonte, kush e ka pas maj lek me ble pak buk të gryt, veç buk me ble, në furr, na do këse me mullat me angër. Kështu janë konë kushtet atëherë, janë konë kushtet shumë të vështira, por vullneti i madh dhe prindët kanë insistuar gjithë me më çu në shkollë. Shkolla ka shku mirë. Sa e vazhdova shkollimi? Vazhdimi me thënena e kum vazhdue në Bilic, i marrë atëherë duke me shku një shkollë që vjen të buka sa më para. Se 12 antarë të familjes, 13 antarë janë akon të familjes, nëse një vllai vogël më ka dit. O duke baba i lodhën do vjetë, do me ardhë të leku sa ma. Unë e pa të ndëgju që kanë shkollë në Bilic, që të kryo shkolla hen punë. Edhe mos me zgat, lidhje mas lidhje, erdha, e u regjistrova në Bilic. Atëherë në Bilic, vitin e parë serbisht e kom pas kretë. Vesh landën e Shqipës, u kon Shqip. A kur vike ore e Shqipës, knaqësi u kon për neve. Po në vitin e dytë, u hap kretë në gjuhën Shqipe. Edhe atëherë mo nuk është problem, po mendoj ai që ka dashur në mësue, profesor shqiptar, profesorat mirë, patriota, thuja shumica janë konë absolventa, ose në fakultet, ose në shkollat nartë, se nuk ka pas ballë kuadra atëherë. Pra, unë atëherë një më konë në zanë, se Ismail Dumushit, nashta ja këni një zanin, një patrioti shumë, edhe Yusuf Vatufci, edhe ajo konë fetikant, kështu në Bilic që kom krye, në vitin 69, kom diplomu ka ora 10, 11 e kom qu vesh një vërtetim, edhe qatë dit nuk ka shkru dita. Më thonë, me një korrekt 69-ës, jem hinë punë në Bilic, më konë knasija jame, edhe familjes normal. Atëherë shumë halon që vrel. Për më shkollue, kom nejtë të dajt, kom pe Galicje të ranë në Saraqak, kom më dhëtu edhe aty, sa 3 shtohna që është kom më dhëtu. Kemi dhëtu shumë. Pe Saraqakut, në Samadrejgjë thirët atje u konë një stacion, afër lumit, kesh vetën, rake shi, rake bërë, terë. Sot kur më kujtohen, thamë qysh ku mujtën e me përballu aty sene, po. Atëherë hina në punë, nëse dënë me vazhdu edhe pak, e mora në rrugën e parë dhe kur shkova të shtëpia në Çobrel atëherë. U më rrethekun, baba, nana, vllaznet e motra, edhe ju interesoj ke rrugëva. Mos rrugës të parë. Qatë rrugën e parë. Edhe për ju thëmë, po thënë sot ke morë, sa kështë rruga e mira, nena kënena, ma vonë, sa ke morë, thash, hajt, sa po thënë. Boba jam atëherë kështë rrugën 1000 banka. Sa me thonë, 200 euro, se në kanë, cudit, po, sene ke mujt me morë, gjona ke mujt me morë, sa me 200 euro cudit. Unë që kumë llogarit. Dikush tha 1000 banka, baba tha 1500, edhe nona më duket 1500-600, vllau që i ndjeri tash, i malli tha 2000 banka. I ke morë dhe 2 rrugat babës. Fashani tha shumë pja dhe juve 2000 banka, apo me jep një ju mua të tjera të shenë ma shumë, thamë po me gjithë qef.
Edhe, jo, thashën e ku marrë 4.750 banka. Edhe mas 3 mujve, mu heq ka e fillestari, mu bëjke rruga 6.000 banka. Dhe shka këshyrë njëherë baba që shtoj po shpirë Rahmet, tha në sëdën e shita këtu. Pa betën tonë që shë shite për një rrugë temen, e shita ka shka i shte dhe na kena në shka. Edhe e shite. Edhe në 69 kena akt. Masanena unë këm vazhdu edhe studimit për i pune. E kam shkollën e narit të krimit maqinerisë. E kam titullin inxhinieri maqinerisë. Mas lufte jam avansue për merita, për nëse për punën që kom bërë gjatë aty, jam avancu në inxhinier diplomur. Domethënë nuk rroga më mirë, më përgjithësia më madhe. Edhe deri në pension kështu kom ashtu. Tha që keni pas vullnetin e madh për shkollim ose kushtet e vogla. Po. E sot a kanë çat vullnet të rita pse mos i kanë Kështu kushte që shumë më të mira. të gjithë nuk e kanë. Por në këtë lagje, ka ase që në kushtet vështira e kanë vazhdu, sot janë magjistra, po shkojnë edhe ka doktoratura këto, e kam në 2 fëmijë vëllaut, 2 që në magjistra, edhe nësa flas me ta edhe për doktoraturë jam të interesum. Tjerët në këtë lagje kanë gecë. Krynë shkollën e mesme, jo naj vetë shërbim, jo naj furrë, jo që po dijon, femnat po martohen, po shkojnë, shumë trit po dalin edhe jashtë, jena me gati, që e pa vetën, për shemë familje. Unë kam fëmijën tonë të shkollun, po jënë dalë, që bojë dhe madhe, që të rguva, është këtu dhaja magjistra është. Trit po dalin vëllai, trit nuk e di, ju ka bu marak me dal jashtë, por jashtë nuk është krejt qysh menojnë këta, se për me fitu lekun jashtë, duhet njerëz me shi shumë, nuk duhet me ful shumë, duhet me respektu orarin e punës, duhet me respektu ata që janë para teje. Disa prej tunëve, po këtheje, nuk po mundën me bajt atë rejim, ha? Hala, pra disa e kanë gjetë vetën. Edhe në këtë lagje këtu, jene në 21 shtëpi ose 2, vetëm 2 familje nuk kanë kërkan jashtë. S'ka familje që nuk e ka di kanë jashtë. Madje edhe ma shumë se një i kanë jashtë. Qashtu tash trit, kushtet atëhershit në kushtet tashtet. Unë në jetë nuk më jetë gjanë marak. Vetëm të kisha pas kushtet, për shembull, veç shpinë të kisha pas që të. Se kisha udhëtue, për shembull, dhe në Prellush ose nashta dhe në Prishtinë me naj bicikë dyqysh, se kisha një. Po me shku, nashta se kisha zgjidhur sa zanat, e kisha zgjidhur një profesion tjetër, një shkollim tjetër. Po që su kon kësmet, apet këm arrit, po këm arrit me sakrificat mëdha. Sakrificat mëdha. Sot, edhe nuk ditë gjitha me i tregua. Për shembull, në bilet shkojmë shumë shkollë, pa hangar, jëm qu, jëm dalë. Nuk këm pas lek me ble atje, këm kry mësimin, në ora 3 jëm kësy, pa hangar hala, dhe jëm kësy të dajt, këm kanë kësy dajt. Që kjo nuk ka ndodhë gjithë, po ka ndodhë për shembull një javë, më ka ndodhë që shukon orari ka, se me tren kom voltu, kur kon orari shkoj ke shinë busi të eshin, një ora me shku me ta ma mirë, po kur kom pi deri në 3, kom pas ma vështirë. Po kthejmë pak te periudha kur nështë kur i ko fëmijë. Atë kujtohet dhe që keni jetu dikon 17 antarë me një familje, apo? Po. Qysh i keni pas raportet me familjarët dhe me matë vjetrit? A u konë respekti për ta, si sot, nështë? Është që unë deri e kom kry klasën e 8, familja ju nuk konë, baba dhe me vllaut vetë nuk konë bashkë,
edhe u konë gjyshja edhe babgjyshi. Unë në konë qashtë që përthu të 7-18 antarë familjes. Atë babgjyshi edhe gjysha janë konë të më shumë, edhe atë zëtë shpilakun e kanë lanë, kanë thonë, na deri qëtë ju këna pru, ju vazhdoni, na apet jena krah juve, po tash u hap puna me madhe, rëbë ma shumë, punë tjera edhe merne, edhe atëre ka morë baba dhe nona jam të ndirë tash, e kanë morë, që me thonë me udhëheq, zotë shpillak e kanë thonë të njëherë, edhe ata e kanë morë, edhe kanë udhëheq, ashtu që shkanë ditë, po si mas mendimit tim, mirë kanë udhëheq, mirë, na kanë shku punë. Fukarallak në atë kohë ka pas bëtin, po me që punoj ke baba jam, punoj ke në tretë që atërë, u konë rruga e mirë, na konë pak më të dallum për ka pasëmija, pa, jo qatë shumë, po pak më shumë se të tjerët. Më thanena e këna pasë një mulli tunin, një mulli, ku qpesh ka qita, a zëmbejta aty, në atë mulli, edhe ashtë edhe sot dhe mbrojtjen e UNESCO-s, i cili pa buks në kalon korë. Edhe në kohë në atë matë fështira, atëherë, unë nuk e moj men mirë, po edhe lindën nuk e konë ku i thëshin që së të laku, ose më ngësa e ushqimit, se režimi atëherë, Kosovarve ja u kam ledh, ja u ka fshi, edhe mozhen, ja u ka marrë. Gjonja se për Te pricat, nëmën të prica, pa nuk dhe vetë ka ki të prica jo. Qka ki krejta mërke. I loj haraci, ku ka konë? Po, haraci vështirë, baba e do të me majtë men. Nështë në men nuk e manë asaj, po baba i babës tina i ka të regu se kjo për cilë, më thonë. Dhe më thonë, baba mire ka udhëheq atë familje, kanë punue, kishëm lëpë, kishëm kije, kishëm dhenë, një fshatari që i ka taku me majtë, dhe në që ka pasë mundësit me majtë i kana majtë, dhe normal, atëherë që thash teknike barë s'ka pasë, po u konë kënaqësi me pasë ushqimin për familjarë, edhe me konë rahat, kjo rahat e ka kuptue, mos me konë bele, edhe mos me të ndje këqëmeti. Se të njerë për pushk, edhe të vetjen rreth për një pushk, në kohën e Rankovicit. Do të me di diçka baba, dhe në 10 vena u shit një pushk, aksioni i armeve kërë konë. Dhe më thonë, atëherë populli u konë i lidhër nëse e ka pas problemin e bukës të zgjedhën, edhe nëse pushteti nuk e ka lyp pushteti, nuk u konë bele, nuk e ka lyp pushteti, atëherë këtu e në konë gjonat të cilë kënë konë fshatarin e kanë bo pak ma të lumëtu. Po, te familja, po këtheju me kënje ku ma i lidhë ti ma shumë. Ta që 2 prindë e kanë udhëheq shtëpinë. Shë që, tash për ka dashnia, unë kërkuna nuk muna me hi në zemër, e di që prindët e mi më kanë dashtë, si prindë që dojnë çdo fëmijë, por gjyshja dhe babgjyshi mu më duket më kanë dashtë mas shumë të. Të regova pak më parë, gjyshja u më thirke nëmën, i përgjegjësha, e venike, po më thirke edhe 2-3 herë, për më qmall me djalin e vetë që ka pas anin tamë. Gjyshja. Edhe të njerë kanë mungu, për shemë me pasë gjithë kush dhuma nëna. Mua, pe që më bo 5-6 vjetë, a dhe ma i vogël, më ka morë gjyshja, kom tjetë me gjyshen edhe me babgjyshen. Kështë që me ta jem konë shumë, ma prindë të mi, nonën e kom pasë, nashta jo që u konë pegalitë, po u konë e lindin e u konë femën Amazon, që me thonë, konë me tanat mija. Si çdo nonë tjetër, po mu më duket ajo ka qenë e veçantë diçka. Baba ka qenë punëtor, ka qenë ma e urtë, edhe nuk u përzi fort. Baba ishte mësafer në shpe, kështu që me nonën ma shumë kena kalu kohën në fëmija, na ka majtë,
me krabza, rike fleshur na, apo me të kalo, që 11 nuk janë pak, a qërqërapa me blen nuk ka paskun, më thanena këpuc, veç anër këna mujt me po, apo nga thjeshta ose, do apo nga që i marrëshin për lkure, unë këm bajt asu apo nga të lkures, ndeka viti 5-6, ashtu, edhe me nonën këm qenë shumë, për vllazënve, ose për vllazënve dhe motra, ma shumë këm qenë i lidhën me motra. Me motra të më kanë dash ma shumë, pa dhe vllazët më kanë dash ma shumë. Vllavi madh pas të ndjerë, gjelezëke ka pak, po apet mirë ka në. A është që ky raport i njëjtë edhe sot mes familjarëve që keni pas ju, raport të mirë me njëri tjetrin? A është qaj respekti njëjtë? Po, që tash, unë po kthena veç edhe pak të aja pyetja e parë, harrova me thonë, Migja, që e ka pas shpijat edhe i ka 6 djemë. Migja mu më duket më ka dasht ma shumë se baba. Se baba? Pse ai gjithë me mua, gjithë më dajke, gjithë baba e shtuja musafir në shtëpi, në punë, me ndrrime, anina kena. E Migja më ka dasht, nuk ka ditë me më da për i fëmijëve të vetë. Gjemal Buliqi, ajo më ka dasht shumë. Tash, po kthena këtë kjo pyetja, nuk janë senet që shënë konë për fara. Nuk janë, tash, për shembull, fëmija e mi kanë migjallar, 4 migjallar, po raportet nuk janë të këqija, po nuk janë edhe aq që me i livdu me thonë që kë migje ose fëmija e mi ngajnë mas që ti migje. Unë mas migjet, kër e kom pa migjen, pe dëshires, kom ka për qafe, ajo më ka ka për mërëke, kështu të thene kanë kalu tash. Dashnia edhe në familje, nuk është aja bashkë që shka qenë për para. Po, dul tash telefoni, dul televizori, dul interneti, dul kohën më të madhe pe kalojnë për teknologjinë bashkëkohore, në për këto sene, kështu që ky djali vllavt, mu më respektojnë suja të gjithë, nashta jo tonë, se veç do më respektojnë bashkë na migjën, po si aqim kanë, do dhezin cigarën sa i shkojnë, ajo qua, agja si qua, dhe kalojnë. Nuk janë gjithë njerëzit, gishtat e dorës nuk janë. Po. Mirë, po çështja kryesore nuk kena raporte anësore. Do të thonë, gjithkush po sillet me hallet veta, gjithkush punën e vet, gjithkush besa ky interesi është një element i cili njerëzit nuk i lën bashkërahat, nuk i lën me adhon hakun kërkujna, dhe çashtë është puna tash që është po. Thema edhe që rinja po na dalin në shoh. Po. Cilat mund me konë është arsyet pse rinja është s'po janë të kënaqur me jetën që e kemi sot brenda Kosovës. Po e përmenda pak më parë, televizori tash për shembull kemi, sa më thonë, na kemi mundësi me qirë 200-300 kanale, apo. Edhe aty po dalin programe të ndryshme, edhe të rritë, menojnë që jeta shkon sikur në televizor. Televizorët e perëndimit, për shembull, i kanë programet speciale për të rije, edhe këta tonë menojnë që çashtu shkon jeta. Edhe po i përlugën perëndimit me shpresë që do të gjojnë veten edhe ata atje. Por një numër i madh po ka gjetë, një numër i madh, për shembull, medicina ose teknika ose gjermani këta njerëz i të banë, ose sporti, muzika, na kena atë trin muzikë që përmenën krejt botën, kemi edhe sportistat njoftën, mandej kena edhe mjekë tonë që punojnë jashtë, e ka thonë
në një mënyrë na kanë afirmuar kombin, Po. se neve përpara na kanë qujt krejt ndryshe. Gati me tegër na kanë bërë sa shqiton, po tritun edhe atje kanë dhënë një kontribut të madh për neve, por edhe në aspektin financiar trit janë të majt Kosovën deri dikon. Për shembull 600-700 milion dollar ose euro hin pe tynë në Kosovën vetë, ajo është një shumë e madhe para me cilën për shembull me punu që duhet, është një nehmet e madhe. Apo mirë, për një numër i tyne nuk po mundën me gjetë veten atje. Sot thotë jo, në këtë punë se punoj. Ai ka menuar se çka atje, e pret kerri, e pret kompjuteri, e pret ato. Për vene të mira atje duhet mu tregue pak më mirë se Gjermani për shembull, për me të marrë Gjermani në punë. Domethënë ti duhet me konë për një shkallë, më zoti se ai. Se i huja. Po sa i huja. Google i thojnë vjen në vend dating, të trit mundet me ndiku edhe qeveria shumë, po nuk është të një ka të rrugë qeveria, a nuk po dën, a nuk po ka mjeta, a nuk po den, a qa po diun, atë nuk po përzina, ata e ka zgjedhë populli, nuk përzina në jona. Por me u përmirësu kushtet pak të rive, pak jo po edhe ma shumë. Dohet qeveria me investu në rinin tonë shumë ma shumë se deri me tani. Domethënë, kushtet për shkollim, mas shkollimit, me e shtin punë gjithësysh ata. Po s'ka venat punës. Po bëne të venat e punës, njerëz t'i bojnë, qeveria i bën venat e punës. Bënë venën e punës, shtinën punë, jepja një rrugë, le të lidhet ai me këtu, le të martohen këtu, se edhe nuk po martohen këtu, le të krijojnë familje, edhe është një lidhje, masanena, një lidhje e 2 fishta edhe 10 fisht, por rinin me nejtë këtu, me venin e vetë. Se që po shkojnë rinia, kush po vunë? Po vunë prind, mas shumë t'i vunë prind. Vujnë edhe dashamire, fare feste, që po dhjone. Po vujnë edhe veni për shprazët. Po zboglohet numri i popullsisë në Kosovë. Po shkon elita e Kosovës, po shkon zemra e Kosovës. Për këta, qeveritarët mendoj që kanë në program diçka, po deri tash pak është kjo. Kjo është, mos më thonë hiç, është shumë pak. Për fund një thirrje trive, çka ju këshillohet? Po trit përkundër vullnetit që kanë me dalë, me pasonue, me njoftueme, duhet edhe trit me pas një vëmendje pak më të madhe për vendin e vet. Se për shembull muzika të na posaçërisht popullorja me këngë të veta që po bën thirrje për një që shpëlen venin, që shpëlen nanën, që shpëlen ato muzika për shembull. Masanena rinia duhet me menue pak edhe për të ardhmen, se çka është mas rreziku. Po shkojnë atje, po jesin atje. Po jesin, po jetë, për shembull për marë. Shumë prej trive tonë e kanë gjetë veten atje, janë martu, s'është me rëndësi o martu me shqiptare, apo me një kom tjetër, po krijon familje atje, edhe ai që është i martu me shqiptare. Fëmija tina, 80% veç gjuhën e atje të mësojnë. Shqipen, na pe i drejmë këtë kur vinë, shumë pak. Që është dam shumë i madhë. Se çka po i bën ai tash venit? Ai po na çon para po shfrytëzohet. Po veni po jetë djerrim. Po jetë veni i shpras, që nuk të rit duhet me menua shumë me menua, kur e marrin atë rrugë, edhe me bindë veten që të paktën mos me pas një zërt madh, mos me dalë. Po edhe nëse dalin, dhe mendjen mos të largojnë prej venit,
prej popullit të, prej dheut tonë, prej me pas një interesim pak më të madh, edhe kisha me thonë që nëse e kanë arrit dedikun me arrit një pasuni, po mu kësy më në la dikur, mu kësy në vend drejtin, se këtë aja Dava Gjergje thet një kongë, thet ku është bolta, e amër si mjalta. Dhe më thonë, aja krahason, aja shkëngatare e njoftën, e krahason boltën me mjalt, sa është veni jëtë i ambël i mirë. Aty ku fullet gjua, aty ku flamurit, aty ku është historia jote, aty ku duhet me kriju ardhë me rinë tonë.